Mirë se erdhët të peshor të dashur në letra të fejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e juaj të radhës. Të dashur peshor, duhet të jemi sinqertë dhe të them që kjo është një nga leximet, kam filluar nga dashi, një nga leximet më të bukura që pash sot deri tani. Ka shumë energji pozitive, shumë letra për realizime, kënaqësi, përmirësim emocional dhe ndjenjën se më në fund po korr frutet e diçkaje për të cilën ke punuar ose ke pritur gjatë. Nuk do të thotë se çdo gjë do të jetë perfekte, por duket sikur universi po të jep disa arsye të forta për të buzëqeshur. Asi i kupës. Ja fillon me zemrën të dashur. Kupat është dashuri, emocione, sjell emocione të reja, lajme të bukura, frymë dhe ndjenja pozitive. Për disa peshor mund të jetë një njohje e re. Për disa tjetër një bisedë që afron dy njerëz. Për ata që janë në lidhje, kjo letër sjell shumë ngrohtësi dhe afërsi. Gjithashtu flet për pajtim me veten. Sikur po fillon të ndihesh më mirë me atë që je dhe me rrugën që po ndjek, të dashur peshor. 9 të kupës, letra e dëshirave që po realizohen. Jo domosdoshmërisht të gjitha njëherësh, por diçka që ke kërkuar, shpresuar se pritur fillon të jap rezultate. Mund të jetë një lajm, një përgjigje, një person, një mundësi, ose thjesht një ndjenjë, një fort kënaqësie. Kjo është një nga ato javë ku mund të thuash, po, gjërat po ecin më në fund mirë. Dhe bota. Unë i adhuroj këto letra se aq bukur i pasqyrojnë ndodhit apo sikur përpara, shikoj, në sikël një rumbullak dhe botën, globusin si përfundimin apo mbylljen e një kapitulli me sukses, një projekt, një proces, një periudhë e jetës. Kjo letër tregon përfundim pozitiv dhe kalim në nivelin tjetër. Mund të ndihesh sikur po lë pas një periudhë që të ka mësuar shumë, dhe tani je gati për diçka më të madhe. Mos u habit nëse këtë javë fillon të mendosh më larg se zakonisht, më larg se kjo javë, më larg se ky muaj. E kush më bukur se dielli, që i kam në gjitha anët, është letra më pozitive. Nëse do të zgjidhim një letër për të lumturinë, harmoninë, kjo do ishte ajo letër. Dielli sjell qartësi, gëzim, sukses dhe energji pozitive. Siç e dim, dielli është vetjeta. Një situatë që të ka shqetësuar mund të marrë zgjidhje. Një lajm i mirë mund të vijë kur e pret më së paku. Është gjithashtu një letër që thotë, mos e minimizo suksesin tënd. Ke bërë më shumë se sa jep vetës meritë. Absolutisht. 9 kam 9 të kupës që e lexuam dhe 9 përfundi 9 të monedhës. Prandaj thash është një nga leximet më të bukura. Kjo letër flet për pavarësi dhe stabilitet, përfitime financiare, siguri, vetbesim. Duket sikur po hyn në një periudhë ku fillon të shijosh frutet e përpjekjeve tua peshore. Mund të ketë përmirësim në para, në punë, ose thjesht në ndjenjën e sigurisë. Kjo letër ka dhe një mesazh të rëndësishëm. Mos prit gjithmonë miratimin e të tjerëve, po ecën mirë dhe pa ta. Drejtësia. Dhe si për ta vullosur leximin e juaj të dashur peshor, del letra e drejtësisë. Gjërat po vendosen në vendin e tyre. Një e vërtet mund të dalë në dritë, një situatë e paqartë mund të marrë përgjigje. Nëse ke qenë drejt dhe ke bërë atë që duhet, kjo letër është shumë pozitive. Ajo tregon se rezultatet do jenë në favor të asaj që është i drejtë. Absolutisht. Dhe inovacioni, letra për komunikim, për afrime, për njerëz që duan të afrohen, kjo javë nuk është për të izoluar peshor. Nuk është për të mbyllur në vete, është për të folur, për të dëgjuar dhe për të krijuar ura aty ku më parë kishte distancë. Një bisedë mund të ndryshojë më shumë se sa mendon. Të dashur peshor. Kjo duket si një javë që sjell lumturi, qartësi, rezultate të bukura. Dashuria merr energji të bukur, një dëshirë fillon të realizohet, një kapitull mbyllet me sukses. Para dhe stabiliteti përmirësohet, ndërsa drejtësia vendosë gjërat në vendin e tyre.
Mesazhi kryesor që mund të jap për javën që vjen, të dashur beshor, është mos u fokuso te ajo që mungon, fokusohu te ajo që po lulzon dhe ke para. Sepse letrat tregojnë se kjo javë është shumë më tepër bekime se sa shqetësime për ju, të dashur beshor.